Hiqim po të flishim shumë mirë. Direkt ju hipën mbas 4-5 muaj në avion. Po, mbas 4-5. Tani unë këtë foto e kam shumë për zemër. Çfarë foto? Kjo foto është foto që bëshën paradat e fesës 29 nëntorit, parada. Çfarë thua? Ai kryesori është avioni bombardus i mesëm. Ai i pari andej? Po, i pari di. Mos është në nga ata që ke drejtuar ti? Jo, po, këto janë gjithë këta janë mik 17 janë këta. Po? Ka fluturuar me këta unë. Po jo unë këtu të kjo. Të kjo nuk je? Jo, të kjo s'jam. Sa mirë do ishte ti. Po i ke drejtuar këta? Po, i ke drejtuar, kam fluturuar me tjerë. Po pse si je ti aty pastaj? Jo, po shikoj dashur, se unë kam marrë pjesë në parada. Po kjo ishte një parada që mbylli një parada. Kurse ne unë isha për shembull të informacionet në tjera. E kuptoj. Do kthehemi këtu, po mbetemi në Bashkimin Sovjetik. Do të thonë ty hipën për të parë për të bërë një fluturim apo direkt në timon? Jo, është sigur, ai direkt për timon është divon muhabeti. Ti thjesht fluturove? Jo, sigur, njëherë ti bëhet fluturim i parë, për të parë një bëhet fluturimi prezantimi me ajrin. Me ajrin. Po, me prezantimi me ajrin. Dhe aty di instruktori ose ai që të merr në kontroll, në fakt ti pasagjer fare sepse për të parë. Pasagjer, po. Nuk e shbon atje. Po. Dhe pastaj kur të vinë tokën e të pyet, mësin sepse shikoj, piloti duhet piloti të bëhet, ai student që ka aftësinë për të orientuar në hapësirë. Të mësot që mësë mërë vesh që tutohet. Po ta di ku është një objekt, ku është një objekt tjetër, nga do vesh që do bëhet. Sepse ndryshe nuk fluturon dot. Ju hipët në avion, sa zgjati ai fluturim i parë? Ai fluturim i parë ka zgjatur rreth 30 minuta. Nga u nisët dhe ku shkuat? Jo, shiko. Fluturimi i parë u bë pilotazh në zonë ato që themi di si bën ato pilotazhet, ato rrotullimet. Sepse me këtë ata donin për të parë si po reagojmë neve. Domthonë si e kemi di gjendjen e di shëndetësore reale. Shëndetësore reale. Se mund të birtifiket ose mund të vjedhësh ose mund kush e di çfarë mund të ndodh. Të zë avionin. Po zë avionin. Po zë avionin. Ti si dole ti? Mirë, shkëp shumë mirë. Shumë fare, po. Sa bëri nga ato pilotazhet kështu? Bëri pilotazh sa patë në program. Dhe u kthyet. Dhe u kthym. Po ai për shkak kur vetëm tokë pyetje tha, ku shkonim nga poshtë sipër. Çfarë ndjeve? Sepse si ku shkon nga poshtë sipër, po ke shumë bigarkesë. Domethënë ke shtypje. Ashtu. Dhe ti ke gjakun nga koka drejt e këmbëve. Ti në këmbë? Po ti zemra di merr formë të tubuje. Zemra? Po, pranaj piloti duhet të ketë të dhënat shëndetësore, të jetësore të trupit, duhet të ketë në eficiencë të pilot, si mas parametrave të caktuar nga mjekësia. Besoj ata të kishin vizituar. Po. Si ishe me shëndet? Normal, shumë mirë. Me shëndet kam qenë di, për sa takon në kërkesave për të bërë pilot, normal krejt. Normal. Po. Edhe ai më tha, çfarë dhe më thash, më ftof koka, e qeshi, se me gjithmonë ftohet koka se ti ke gjakun. Domethënë me këtë kupton që nuk që ka di pasagjer kot nuk është shtuar, po e kanë ndjerë di fluturimi. E ka përballuar. Po. Pastaj ai bëri figurë dhe është një figurë turriel që zot aeroplanin. Po. Kështu. Tha, po kur bëm dhe kësaj thënë turriel, rusisht e thon shtopër. Më tha, po kur bëm këtë turriel, thashun, më duk sikur shtova nga një lisë i lartë. Edhe këtu jeni për të qeshur aty. E kështu pastaj vazhduam. Si ishin 4 vitet e studimit në Bashkimin Sovjetik? 4 vitet e studimit në Bashkimin Sovjetik kanë qenë vite të ngjeshura, të ngjeshura, të lodhshme, por të angazhuar për të plotësuar neve me të gjithë përkushtimin tonë që kishim vajtur për ta bërë atë detyrë. Ju jetoni të këtu ku jam. Jo, aty, po këtu është në Tiranë, besoj. Në Tiranë. Jo, po flasim për Moskë. Si ishte Moska? Si ishte Bashkimi Sovjetik? Shiko, Moska dhe Bashkimi Sovjetik ka qenë dhe është qytet modern. Shiko, për shembull, neve që kur vajtëm në 57-ën, aty kishte trolejbus, tramvaj, metro, dhe metroja e Moskës që e ka bërë Stalini është nga më komodët në botë, që ka bërë Stalini. Pse? Sepse kur futesh në metro të Moskës, sikur je futur në një pallat.
Nuk kanë vetëm sa për shqipën tunelin që me kalu di treni. Po është më e madhe. Është e madhe dhe ke restorante, ke di ku të ulesh, ke di ku Nuk shfjeshin tunel. Jo vetëm thjesht tunel. Domethënë këtë ka di. Këtë kishte. E shijove jetën në ato 4 vjet? Unë Që ishe student? Po. Unë mua më duket që ka qenë një jetë mjaft e këndshme, një jetë që mëson, domethënë di bësh di me di arsimin përkatës për të shërby jetës tënde edhe, atë tonë, po dhe trajtim shumë i mirë, shkolla me nivel të lartë. Në libër ju shkruani që impresion të veçantë ju ka lënë Stalingradi. Po. Pse ju ka lënë Stalingradi? Sepse ne Stalingradin e dim që është atje u bë kthesa e madhe e luftës së dytë botërore, betejë e famshme. Dhe brenda kësaj unë të pyes edhe për atë që si arriti ushtria e kuqe të kapte rob 300.000 gjerman. Edhe kur e kam lexuar në leksion në histori të artit ushtarak, sepse tani po të them që edhe unë kam mbaruar shkollën Skënderbej. Ashtu është. Po, sepse nuk e di. Dhe jam habitur, si mund të kapë rob 300.000 gjerman? Gjerman. Shikoj, organizimi i luftës, ata i thonë lufta e madhe patriotike. Nuk e thonë lufta e dytë botërore, po i thonë lufta e madhe patriotike. Velika Отечественная война, i thonë gjithësisht. Dhe shikoj, kanë patur një organizim të përsosur. Mendoj unë, se neve bënim midis të lëndëve tjera, bënim dhe histori e artit ushtarak në Bashkimin Sovjetik. Dhe atje bëshim bënim me një mësim të gjitha betajet që bëshin. Këtu jemi duke para kalu për një maj. Këtu, në Shqipëri? Jo, në Moskë. Këtu në Moskë? Jo, në Moskë. Atje Borisov Glebs. Me një maj. Kush jeti këtu? Ja këtu, ja. Ky? Ja këtu. Në Moskë këtu, a? Po, në Moskë. Kjo është uniforma e studentit? Po, kjo, forma e studentit. Uniforma e studentit. Po dhe si kapën ata 300.000 gjerman rob? Shikoj, se jo do flas në një minutë për të parë një organizimin. Populli sovjetik për atë kohë, se neve duhet të flasim me historinë të procesit, si që ka qenë për atë kohë. Jo mi se nuk e duhem dashje dhe të themi se nuk ka qenë gjedi në atë kohë. Unë nuk kam paktu asë njënë që një me të këti që të bëjdi me retrushim asaj që kam jetuar dhe kam paktu bindin për ato që kam jetuar. Atje për shemë dhe ishte një propagandë shumë e fuqishme. Neve gjetëm edhe akoma dhe plakata të dha me një grua të thinjur ku shkruajnë Rudin e Madh Zaviot, atë dheu nën thëret. Po, duhem dhe fjashtu. Ndërsa, Stalini kështë ndjekte dhe këtë një taktik, që qote në luft familjerisht, burë grua, 3 vlezër, 3 vlezërit, bab birë. Po pse? Po pse, sepse o do mrosh ti baba dhe babaj tyja, ose nuk mund të kete një ndryshim. Zgjedhje burë. Po këtë taktik më e zbatonte. Pastaj, dhe merreshe mendimi se për shembull unë kam lexuar dhe kam një libër të Zhukovit, atij që e pam dhe vetë këtu, që flet edhe për luftën e dytë botërore, flet edhe për Stalinin. Ai thotë dhe jep edhe këto pasazhe që duke argumentuar që Stalini nuk ishte i pa